Dhunë dhe kërcënime. Ilir Vrenozi humbe toruan ndaj banorit të ri. Produksioni gati masën ekstreme. A do të dëbohet brenda natës? Shtëpia e Big Brother VIP Albania 5 është kthyer në një fushë betejë, ku tensioni ka arritur kulmin pas një përplasje brutale që mund t'i kushtoj Ilir Vrenozi qëndrimin në lojë. Një hap larg përplasjes fizike. Gjithçka nisi pas një debati pa shkak madhor me banorin e ri, Eugene Plovishtin. Sipas pamjeve dhe dëshmive nga shtëpia, kërcënime që kanë alarmuar banorët. Ishte ndërhyrja me njëhershme e djemve të tjerë të shtëpisë që parandaloi një përplasje fizike që do të ishte fatale për të dy. Çfarë pritet të shtunën? Dhuna nuk tolerohet. Pyetja që ngren të gjithë nuk është nëse do të ketë dënim, por sa i rënd do të jetë ai. Nëse produksioni e klasifikon veprimin si tentativë agresioni fizik, Iliri mund të lërë shtëpinë që në nisje të spektaklit. Një mas disiplinore ku publiku vendos nëse ai meriton një shans të dytë, duke dërguar direkt në nominim. Se kjo ngjarje tronditi shtëpinë. Ky incident vjen në një kohë kur ekuilibrat e shtëpisë sapo kishin nisur të formoheshin. Agresiviteti i Vrenozit ndaj një banori të ri si Eugeni është parë nga ndjekësit si një përpjekje për dominim përmes forcës, gjë që shpesh ndëshkohet ashpër nga votat e publikut shqiptar. A do të jetë ky fundi i mbretërimit të Ilirit në shtëpi, apo do të ketë një kthes të papritur?